Një ëngjëll më pyeti, po pse të pyet ëngjëlli ty, nëse, cila është dëshira jote më e madhe? Kjo goca që flet me ëngjëllit njerë nuk është mirë nga... Dhe unë ju përgjigja, bëja jetën të lumtur atij që e lexon këtë status dhe të kaloj një javë plot surpriza dhe me fat. Amen. Kjo vajza një herë që ka bërë molzat, buzët, ka lyer vetlla këtu, kjo herë nuk flet fare me ëngjëllit. Kjo nëse flet në telefon me një çun Londre. Në qoftë se flet me ëngjëllit dhe ëngjëllit i kthen përgjigje, ajo dëgjon dhe na e thot dhe ne, ajo duhet vizitohet se nuk është shumë mirë. Kupton? E para, e dyta. Edhe në qoftë se ka folur me ëngjëllit, ore pse i kërkon favore për ne? Unë nuk e kuptoj pse i kërkon favore për ne, kur mund t'i kërkoj favore për veten e saj. Por jo, kërkon favore. Sepse pikërisht kjo vajzë, që përfaqëson të gjithë vajzat moderne, që s'duan t'ia dinë për njeri, as për veten e tyre, as për familjen e tyre, as për asnjë. Vetëm për veten e tyre, kërkojnë ndjes, për vete po. Pikërisht kjo do na zgjidhë hallet ne. Pra kur i shkon ëngjëlli kësajt, kjo i thot ëngjëllit, për personat që më ndjekin dhe bëjmë like, ipi gjithçka. Jo, kjo vajza duket që sapo i ka dalë ëngjëlli aty i ka thënë ç'a doni gjë, vajza ka thënë apartament, Dubai, G-klas, Birkin, Krokodil, Cartier 2, Byrzylyk, Goshdën dhe rrethin. 3, Ademarsin, Tedora, Boqelli, kujdes. Kështu që, kjo është formula për të patur shumë like dhe shumë dëmshuri nga shqiptarët që ju ndjekin. Ju dhash sot një trajnim falas.